Në ambientet e Universitetit Ndërkombëtar në Gostivar në kuadër të studimeve postdiplomike, magjistroi Muhamet Toçi nga Gostivari. Tema e magjistraturës së kandidatit Toçi ishte pakica etnike në Europë, pakica rome në Maqedoni. Komisioni vlerësues ishte në udhëheqje të dekanit të Fakultetit Juridik Sejfullah Osmani, të cilët e vlerësuan lart tezën nga kandidati në fjalë dhe erdhën në një zëri në konkludim se ky punim do të pasurojë fondin shkencor të kësaj lëmie dhe do të kontribuojë për zhvillim më të hovshëm të punimeve tjera shkencore në këtë drejtim. Me punën kërkimore shkencore, zoti Muhamet Toçi ka arritur që të ketë konkluza dhe përfundime shkencore në drejtim të pozitës politike, juridike, kulturore të qytetarëve rom në kuadër të sistemit politik dhe juridik të Maqedonisë. Të gjitha konceptet i ka bazuar në faktet shkencore, të bazuara në argumente dhe në thënie teorike njohëse mbi konceptin e pakicave kombëtare dhe me plot përgjegjësi profesionale kemi vlerësuar se qëndrimet dhe konkluzat e tij janë të bazuara në fakte dhe argumente shkencore, larg çdo paragjykimi a prioristik. Me këtë, ne si qytetarë të Republikës së Maqedonisë jemi më të pasur për arsye se sot kemi edhe një njeri me dije të licencuar shkencore, kurse qytetarët rom normalisht do të jenë të gëzuar sepse po vinë në fushën e shkencës juridike një njeri me kompetenca dhe me performanca të duhura. Kandidati në fjalë tezën e magjistraturës e mbrojti në mënyrë publike para shumë të pranishmëve, familjarëve, miqve dhe kolegëve të tij. Në fjalën përshëndetse, ai uroi që suksesi i tij të bëhet motiv edhe për shumë të rinj rom, pasi vetëm nëpërmjet shkollimit të gjithë ne mund të dalim nga kjo krizë e përgjithshme.